Ish fituesi i shtëpisë më të famshme në Shqipëri këtë edicion gjesti që pas përfundimit të këtij reality show daljet e tij publike janë shumë të pakta. Ai gjatë gjithë kësaj periudhe duket se ka zgjedhur të kalojë kohë me miqtë dhe të fokusohet në punën për projekte të reja. Edhe daljet e tij në Instagram janë shumë të rralla dhe duket se kjo po shqetëson shumë fansat e tij, por nga ana tjetër, ai ka bërë të ditur se po punon fuqishëm për disa projekte të reja që do të lançohen në ditët në vijim. Na duhet të kujtojmë se ai gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri krijoi një romancë me Edi Takon, por ende nuk është e qartë nëse lidhja mes tyre vazhdon. Nga ana e të dyve nuk ka asnjë lloj reagimi. Ndoshta lidhjen po e mbajnë në fshehtësi, ose ndoshta lidhja e tyre ka përfunduar me kohë.